ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, për i tij ndihmë, falje dhe zëm kërkojmë, dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij. Ndërëm vllazën kemi arrit te ajeti 47 i surës El-Kehf, duke sqaruar dhe duke nxjerrë dobi dhe urtësi prej këtyre ajeteve. Në ajetin e 47 Allahu thot: "Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda bariza wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada." Ditën kur ne do t'i shkulim malët, tokën do t'a bëjmë të shesht dhe se do t'i të bojmë njerëzit pa lënë mbrapa asnjë prej tyre. Pasi që Allah i madhreshëm në ajetet e paraprake që kemi sqaruar në ligjëratën e kalume, tregoi për realitetin e kësaj dynjaje dhe se kjo dynja është kalimtare dhe kalon shpejt, tash po na tregon se çka vjen pas dynjas. Pra pasi që të përfundon kjo dynja, kryet jetesa në tokë, çka do ndodh me tokën edhe me disa gjendje madhështore që e paraqesin ditën e gjykimit. Fillimisht Allah po thot: "Wa yawma nusayyiru al-jibala." Wa yawma nusayyiru al-jibala, ditën kur do t'i shkulim kodrat. Para më këtë kodra atë gjigante aq të mëdha që Allahu i ka vendosur për forcuesit të tokës, do të vjen një ditë ku çdo toka, çdo kodra do të bëhen sikurse leshi i shprishur, do të fluturojnë nëpër erë, do t'i mban era, do të bëhen hije plan prej ditës së madhe të Kiametit. Është kjo. Pra çdo kodra që janë gjigante të mëdha, do të vjen një ditë kur do t'i bën era, do të bëhen hije plan prej llahtarisë së madhe të ditës së fundit. Pastaj Allah po thot në ngjarjen e dytë: "Wa taral arda bariza", dhe tokën do ta bëjmë të shesht. Pra në tokën që jemi duke qëndruar na, ka kodra, ka male, ka pemë, ka ndërtesa, çdo sa çka e shohim. E ditën e fundit, ditën e gjykimit, Allahu çet tokë ka me bë komplet shesh dhe pa asgjë ta. Pra do të jetë sikurse që shka në hadith, sikurse një petë e bukës. Pra çashtu do të bëhet e rrafsh toka, wa idhal ardu muddat, kur tokën do ta shtrim dhe do ta bëjmë të rrafsh. Pra ne e dimë se toka është formë sferike, formë trombollakët. Mirë, po në ditën e gjykimit Allahu do t'ja ndrojë cilësitë kësaj toke, ku do ta bën të shtrime dhe pa asnjë shenjë ata. Pra njeriu as nuk ka mundësi mu mshef dikon, mirë pa as nuk ka mundësi me pas ndonjë pikë referuese ku mu taku. Për shembull, këtë kohën tonë ku jemi duke jetu, nëse do mu taku me një njeri, e përmend filan ndërtesën, e përmend filan vendin, mbas një shenjë që më njoft ku je. Po në qoftë se jemi në shkretirë, për shembull, që s'ka kur gjanta, qysh mundesh me lënë takim me dikan? Pra s'mundesh me lënë takim, çështu do të bëhet toka. Pra pa asnjë shenjë ata. Allahu do ta bën çë tokë që jemi duke qëndruar pa asnjë shenjë ata, ku njerëzit as nuk do të kenë mundësi ku të mshefën, mirë pa as nuk do të kenë mundësi se ku takohen me njëri tjetrin. Pastaj Allah po përshkruan gjendjen e tretë. Pra gjitha që jemi duke i cek meritojnë tim të veçantë. Mirë po vetëm sa me kuptua jetën, wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Pastaj kemi mju të bu, duke mos lënë mbrapa askan prej juve. Pra pasi që ta ban Allahu rrafsh tokën, duke mos lënë asnjë shenjta, Allahu ka mëna të bu. Wa idhal wuhushu hushirat. Po ashtu me tubimin e njerëzve do të bëhen edhe kafshë dhe gjallësa tjera. Çdo krijesë që ka jetuar këtë botë, Allahu do t'ja mundsoj morin gjallë edhe do t'a tubon për me dalë para Allahut. Njerëzit na e dim se janë me përgjithësi, po pse Allahu më rin gjallë edhe kafshat? Pse më tubu edhe kafshat? Nga se hakët
Allahu në çdo sen toleron, mirë po haku ndaj tjetrit nuk e toleron. Allahu për më na dhon shembull neve se shikoni se sa i rëndësishëm, rrezikshëm është haku i juv, do të ringjall kafshët e egra që me ja marr hakun njëri tjetrit në botën tjetër dhe pastaj do t'i ban hije plon. Mirë po e rëndësishme është se edhe krijesa tjera, qofshin ato edhe kafshët e egra, Allahu do t'i bën në këtë ditë. Wa idha al-wuhushu hushirat, ditën kur do t'i të bojmë edhe kafshët e egra. Allah thot, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Dhe secili prej juve keni marr vetëm tek Allahu i Madhreshëm veç e veç. Pastaj çka po thot Allahu i Madhreshëm, wa uridu ala rabbika safa. Pasi që na tregoi se çka do ndodh me fundin e dunjas. Disa përshkrime të vogla, pastaj po na tregon mënyrën se si kemi mu rreshtu dhe mu të bu para Allahut. Wa uridu ala rabbika safa. Kur të bëni, kur të bëhej me dal para Allahut, do të qëndroni të rënditur në safa. Pra, jo me dal grumull para Allahut, mirë po kemi me dal safa. Për këtë Allah ka thënë, yawma yakumu ar-ruhu wal malaikatu safa, la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Sura Naba. Ka thënë ditën kur do të vjen Xhibrili dhe melaqet, pra dhe melaqet duke qëndruar në safa, në çdo ditë. Kur do bëhen njerëz, ditën e llogarisë. Askush nuk do të ketë mundësi me fol asgjë përveç se me lejen e Allahut. Pa e para kemi më të bu dhe tubimi jon do të jetë safa. Pastaj çka po thot Allah, wa uridu ala rabbika safa. Ky qëndrimi jon para Allahut ka disa mënyra. Kemi qëndrim të lehtë, të përgjithshëm. Këtë krijesat kanë me qëndru para Allahut. Kemi qëndrim të lehtë dhe të rëndë. Qëndrimi i lehtë është Allahu ndaj besimtarit, çashtu qysh e ka privilegjuar këtë botë, do ta privilegjon edhe në botën tjetër. Për shembull, besimtarët të cilët e kanë besuar Allahun, e kanë dëgjuar, por kanë pas gjunahe. Allahun që takimin, që tubimin që kanë me dalë për Allahut, secilët ka me fol veç e veç. Pa ndonjë përkthys. Pra secilit njeri Allahu ka me fol. Mirë po tash ndryshon gjendja e besimtarit edhe të pabesimtarit. Besimtarin Allahu do të afroj edhe do t'ja vendos një pengesë, një mboloj që mos me turpru para njerëzve të tjerë. Edhe do t'i thotë o robi jam, atë kujtohet gjënon që e ke bërë filan ditën. Thotë po Zot kujtohet. Thotë ti ku mbulum dënjo, po ti fali edhe sot. Ashtë e kjo. Mirë po kemi pastaj edhe paraqitjen e pabesimtarëve të munafekëve, hipokritëve, ku Allahu do t'i turproj para krejt krijesave. Ashtë kjo. Po ashtu kemi edhe llogaridhënien. Pra kur të paraqiten njerëzit para Allahut do dhojnë edhe llogari. E kjo padyshim që është shumë e vështirë, nga se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë: "Men nuqish al-hisaba faqad udhib." Kush mirët në llogari, vetëm sa është dënu. E Aisha radhiyallahu anha është çudit, nga se Allah ka thënë në Kur'an: "Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Për besimtar. Kanë me llogarit lehtë. E çish po thuaj dërgumi i Zotit se kush llogaritet ka mu dënu. Thotë ajo që nuk është për qëllim kjo në ajet kuranor. Është për qëllim, ka disa njerëz të cilët janë kon besimtar. Mirë po kanë bërë gjuna dhe nuk janë pendu prej tyre, atëherë Allahu do t'i merr në llogari duke kërkuar arsyetim për çdo mëkat që e kanë bërë. E kjo padyshim që vetëm marrjan pyetje për çdo mëkat që e ke bërë, edhe me kërkuar arsyetim pse e ke bërë, është padyshim se një dënim vete. Është kjo. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Allah po thot, tash keni ardhur tek unë, çashtu siç ju kam kriju herën e parë. Dërëm vllazën shumë njerëz e mohojnë botën tjetër, e mohojnë ringjalljen. E Allahu tash kur të ringjall dhe dalin para Allahut edhe e shohin realitetin me sy, atëherë Allahu i thot, tash a erdhë on. Çish e kemi kriju herën e parë? Çka ka kuptimin çish e kemi kriju herën e parë? Pra në këtë botë, njeriu kur të vjen, ka disa pjesë trupit që i largon. Për shembull, bërja sunet. Është kjo. E në botën tjetër, Allahu do t'i krijon njerëzit çashtu çish i ka kriju herën e parë. Pra me të gjitha pjesët e trupit. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë: "Innakum mahshuruna hufatan uratan ghurlan." Thumma qara'a kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Do të ringjallet dhe do të boj para Allahut dëzhveshur, zbathur dhe të pabëm sunet. Pastaj e lexoj ajetin kuranor, çashtu çish ju kemi kriju, kemi më ringjall dhe keni më të bu para Allahut. Po ashtu kjo ka kuptimin se Allah, kur dalmi para Allahut,
asnjë njeri nuk do të ketë ndihmësa, as familjar, as njeri ku mbështetet, mirë po do të del para Allahut çashtu që shka në këtë botë vet, do të del para Allahut vet. Pastaj Allahu shpa thot: "Bel za'amtum allan naj'al lakum maw'ida." Po ju drejtohet tash atyre që e kanë mohu, ringjallën, do dalin para Allahut. Jo keni pretendu se nuk keni me pas këse vend takimi. Za'ama alladhina kafaru allan yub'athu thot Allah. Kanë pretendu. E ka qytë pretendim nga se nuk është i mbështetur ideja e tyre në fakt në argumente. Pra ata që thojnë nuk ka botë tjetër, do të më kanë kogja të pamend me thonë këtë fjalë. Pra sa pa drejtësia ndodh këtë botë. Edhe me morë fond gjithë shka me vdekje, ke i bje që Zoti është i pa drejtë. Qysh, mu po mysin, po vrasin, po vjedhen, edhe me përfundu ketë me vdekja, nuk ka mundësi. Pra në qoftë se kish me përfundu me vdekje, i bje që Zoti është i pa drejtë. Mirë, por kur e dim që ka një ditë llogaridhënies, atëherë e dim se Allahu është i drejtë dhe kemë me dalë. E Allahu po i thot atyre, ju keni pretendu që ellen ju bathu, kur nuk kemi më ringjallë. Kul bela wa rabbi latub'athunna thumma latunabbaunna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Thot po se jo. Keni morin gjallë edhe kemi më ju informu për çdo sen çka e keni vepruar. Dhe kjo për Zotin është shumë e lehtë. Pa shumë e lehtë. Çashtu që kemi kryer herën e parë, çashtu prap do të ringjallen për me dal para Allah dhe me dhënë llogari për çdo sen që e keni bën. Pastaj Allah po thot wa wudi'a al-kitab. Kur të bëhen para Allahut dhënë llogari, atëherë Allah thot wa wudi'a al-kitab. Librat e veprave të tyre do t'i paraqiten para tyre. Pra në qoftë se në këtë botë s'ta ka mundësu Zoti me shkruar libër, në libër e kitë sigurt që e ke shkruar. Librin e veprave tua. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin, ka thënë Allahu. Me juve janë disa rejtar shumë zot, që janë shkruas shumë dërum. Ja lemune ma të falon, e din çdo sen çka e bajnë. Melekun në krajën e djathtë dhe në krajën e majt janë vazhdimisht në përcjellën tonë që me shkruaj çdo mësi që do ta mësojmë tash në vazhdim të ajetit. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, me ju keni shkruas ndershëm, të cilët ju përcjellen dhe e din çdo sen që ju e veprani. Pastaj në ditën e gjykimit Allahu i madhreshëm po thotë që kanë më paraqit librat e veprave të tyre që kanë vepruar këtë botë. Edhe po na përshkruan shkurtimisht se çka ndodh. Fa amma man utiya kitabehu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ati që do të jepet librin krahun e djathtë, do të krenohet dhe do të thotë, hajde lexoni librin e veprave të mia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, vazhdon Allah ajetin kuranor duke thënë, un kam qenë i bindur se kam e dhënë llogari. Kam qenë i bindur se kam ditë që Zoti nuk mban zullum dhe kum bën mirë. Ndërsa atij që jepet libri në dorën e majt, libri i veprave të tija, ai çka ka më thonë? Fa yaqulu ya laytani lam uti kitabia. Do thot, sikur mos më kishte dhënë hiç libri. Edhe sikur mos kisha ditë hiç për këtë ditë që do të ndodh. Edhe sikur të kishte marrë fund gjendja ime, domethënë jeta ime me vdekje. Kur ta shoh domethënë librin që ka dhënë në anën e majt, gjasë ne e dim se atij që i jepet librin në anën e djathtë është për gëzim për ta. Po kujt i jepet librin në anën e majt mas shpine, ai është dashkim për ta. Gjasë ne e dim Allah i madhreshëm Kur'an e ka përmend dhënien e librave të pabesimtarit, njerit keq në anën e majt. Mirë po e ka përmend edhe mas shpine. Cila është lidhja mes tyre, dorën e majt mas shpine? Nga se pabesimtarët ose njerëzit e këqij, ku ta shohin që libri të mirë po i jepet në anën e djathtë, do ta zgjasin dorën e djathtë për me marr librin, ndërsa dorën e shmajt do ta mshefin mbrapa shpinave të tyre. Mendojnë me mashtru Allahun. E Allahu ja çet librin dorën e majt mbrapa shpinave, nga se e kanë mshef të mundu me marr me dorën e djathtë. Mirë po kjo s'ka me mend, kjo shkon me punë që ke pas këtë botë. Është kjo. Pastaj Allahu po thot: "Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi." Këta kur të morrin librat në dorën e majt, thot kimi pa qysh janë të friksuar te mase, kur ta shohin se çka kanë ta. Tash i jepet libri. Ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, ka thënë Allahu në Kur'an, surën Isra. Tash merr librin edhe lexoje, edhe gjykoje veten se për ku je. Gjykoje veten për ku je, a më të shpërbly apo më dënu. E pabesimtari ose njeri i keq, kur ta sheh se çka ka në ta, ka më friksuar jashtë mase. Që po të kishte mundësi me vdek, prej frikës kish me vdek. Mirë po ma vdekja përfundon.
Pra vdekja mos ka, mas ringjalljes. Pastaj Allah thot: "Wa yaqulu ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Thot mirë për mu, thot çka është ky libër që s'pas ka lënë asnjë sen të vogël edhe të madh pa e përmend. Asnjë sen s'pas ka lënë pa e përmend. Saqë Ibn Abbas ndërun vllazën thot, saghira sen i vogël ka thonë edhe buzëqeshjen. Ke buzëqesh tu ka shkruar. Ke buzëqesh tu ka shkruar. Kjo është e thjeshtë. Për shembull zakonisht janë disa gjeste që ne i bëjmë me sy. Po kur do me nënçmu dikan e bëjmë me sy me vetëll ose ashtu, edhe çfarë janë shkruar. Çdo sen, nuk ka asnjë sen të vogël e të madh që nuk është të shkruar në çet libër, që ta kallzon datën, sekondën, minutën kur e ke bën. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, Allah ka thënë surën Kaf. Nuk ndodh me thonë diçka, nuk ndodh me vepru diçka, nuk ndodh me shqiptu diçka, por vetë se e ka mbi këqyrsin, duke këqyr çka po bën me shkruar më njëherë. Nuk i kur gjo këtëre dhe me legve. Pastaj po thot Allah: "Wa wajadu ma amilu hadiran." Krejt çka kanë punu e kanë parasyve të ne. Në surën Al Imran çka ka thënë Allah i madhreshëm: "Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara." Ditën kur secili njeri ka me pa para vetës prej të mirave që ka vepruar. "Wa ma amilat min su'in." Edhe ata prej të këqijave që ka vepruar. "Yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Mirë, po ku të shet këqijat, ka qef që mu paskon larg distancë jashtëzakonisht madhe mes tij dhe mes këqijave. Ka se di se ku ka me shku. Pastaj Allahu në fund ajetet po e përmbyll duke thonë: "Wala yadhlimu rabbuka ahadan." Allahu kërkujt nuk i ban padrejsi. Kjo është përdorur me një shprehje që përfshin çdo sen. Allahu nuk i ban padrejsi, dhe më thonë as kafsh, as njeri, çdo krijesë që ka kriju, Allah kërkujna nuk i ban padrejsi. Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, ka thonë Kur'an, Allahu nuk ban padrejsi as sa grimca. Mirë, po kush i ban padrejsi? Njeriu i ban vetës së tina. Pra, kur të hish në xhenem, çka kanë me bën xhenem lit kur të hinë në xhenem? Do ta mallkojnë njëri tjetrin. Po pse s'po mallkon veten, se kur kush të ka shtin në xhenem, për shembull, do të fillojnë me ofendu, me mallku shejtanin. Çka do të thotë shejtani? Pra, kryesori që të ka shtin me bën keq, këtë botë është shejtani. Çka do të thotë në botën tjetër? Mos më çertoni mua, çertoni veten e ju. Vet keni dashur. Është e qartë. Vet keni dashur. Prandaj ndër vllazën, pasi që jemi në jetë, kemi mundësi më përmirësu. Kemi mundësi mos mi bën vetes tonë zullum. Të ndohemi edhe të bëhemi njerëz që ashtu që ka kërkuar Allah i madhreshëm. Nga se do të vjen një ditë ku do të mallkohemi, do të çajmë, ndoshta edhe gjak do të çojsh, mirë po mos do të ketë dobi. Nga se libri i veprave tua është përmbyll dhe mbas atij librit pa është rezultati, ose është mush përbly, ose mund të shku. E na lutem Allahun e madhreshëm të na falë, na mëshiron. Lutem Allahun e madhreshëm që të sëmurët tonë Allah t'i shëroj, të vdekurit tonë Allah t'i mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.